Faleminderit kryetar. Është bërë disa ta interpelancë që Edi Rama vazhdon mos tjetë në këtë seancë, në këtë sallë, pavarësisht kërkesave për interpelanca. Besoj që duhet t'i kujtoni kryeministrit që çështja e interpelancave nuk është çështje qefi, po ai ka detyrimin të paraqitet këtu. Gjithsesi, të nderuar kolegë deputet, po patët mundësit na dëgjoni mos bëni zhurmë. Sot nuk kemi përpara. Të dëgjojmë kolegun, ju lutem. Çështja për cilën e kemi thirrur kryeministrin bëhet fjalë për Smart City-n, i cili nuk është një projekt i zakonshëm infrastrukture teknologjike, nuk po diskutojmë thjesht instalimin e disa kamerave apo modernizimin e instrumentave të sigurisë publike. Sot po trajtojmë një projekt që prek në mënyrë të drejtë për drejtë arkitekturën e lirive civile, sigurinë kombëtare, sovranitetin digjital të Republikës së Shqipërisë dhe integritetin e përdorimit të financave publike. Pikërisht për këtë arsye, mungesa e kryeministrit në këtë sallë është politikisht e pajustifikueshme dhe institucionalisht alarmante. Sepse kur një qeveri ndërmerr ndërtimin e sistemit më të madh të mbikëqyrjes teknologjike në historinë e vendit, kur ky projekt financohet me 118.5 milion dollar borxh publik, kur kontrata lidhet pa garë dhe pa tender ndërkombëtar, kur kostoja dyfishohet brenda pak muajsh pa asnjë argument teknik bindës dhe kur mbi ta rendojnë dyshime serioze për ndikim të personave nën hetim penal, atëherë kryeministri ka detyrimin kushtetues, moral dhe politik të vi përpara kuvendit dhe të japi llogari. Të nderuar kolegë, është e rëndësishme që qytetarët shqiptarë ta kuptojnë natyrën reale të këtij projekti. Sipas dokumentacionit zyrtar të paraqitur nga qeveria, projekti Smart City parashikon instalimin e mbi 2200 kamerave ANPR për identifikimin automatik të targave, mbi 2600 kamerave PTZ me kapacitete të avancuara inteligjenca artificiale dhe ndjekje dinamike, rreth 3800 kamerave trupore për policinë e shtetit, radarve inteligjent, sensorve akustik dhe krijimin e një infrastrukture të centralizuar monitorimi në 20 qytetet kryesore të Republikës. Pra kemi të bëjmë me krijimin e një ekosistemi të integruar survejimi i cili mbledh, përpunon dhe analizon në kohën reale të dhëna mbi lëvizjet, sjelljen dhe aktivitetin e qytetarëve shqiptar. Kjo nuk është thjesht teknologji sigurie, kjo është arkitekturë mbikëqyrjes masive. Kamerat ANPR regjistrojnë itinerarin dhe lëvizjet e automjetjeve në kohë reale. Kamerat PTZ të pajisura me sisteme inteligjente artificiale kanë kapacitete për ndjekje automatike, analizë sjellje dhe profilizim vizual. Kamerat trupore krijojnë databaza të vazhdueshme audiovizive mbi ndërveprimin mes qytetarëve dhe organeve të rendit. Dhe sipas raportimeve publike, objektivi fillestar i instalimit janë shkollat. Pra, për herë të parë në Shqipëri, po ndërtohet një sistem monitorimi inteligjent që prek drejt për drejt edhe të miturit, pa asnjë debat publik serioz, pa transparencë mbi protokollet e ruajtjes së të dhënave dhe pa garanci të qartë juridike mbi kufitë e përdorimit të këtij sistemi. Kush i administron këto të dhëna? Ku ruhen serverat? Cili është jurisdiksioni mbi aksesin? Kush garanton që këto të dhëna nuk përdoren për profilizim politik, social apo ekonomik? Asnjë përgjigje e qartë nuk është dhënë nga qeveria. Dhe pikërisht këtu fillon problemi thelbësor, sepse në çdo demokraci funksionale europiane një projekt me implikim kaq të thellë mbi privatësinë dhe liritë civile do të kërkonte analizë të detajuar të ndikimit mbi të drejtat themelore, mbikëqyrje parlamentare, konsultim me autoritetet e mbrojtjes të dhënave personale, transparencë të plot procedurale dhe standarde jashtëzakonisht rigoroze të sigurisë kibernetike. Po çfarë kemi parë në Shqipëri? Fshehtësi, centralizim, mungesë gare dhe mungesë totale transparence. Në prill të vitit 2024, ish ministri i brendshëm asaj kohe firmos në Abu Dhabi memorandumin me kompaninë Prestige AI, pjesë e grupit G42, marrëveshja klasifikohet menjëherë sekrete. Për çfarë? Çfarë kishte sekret? Cile ishte arsyeja e klasifikimit? Çfarë për të fshehur, çfarë kërkonte të fshente qeveria nga kuvendi dhe qytetarët? Në atë fazë projekti kishte një kosto rreth 60 milion dollar. Më pas, brenda një periudhe pak mujore, ai projekt bëhet plot 118.5 milion dollar. Pra kemi pothuajse një dyfishim të vlerës financiare të projektit pa asnjë argumentim teknik serioz në relacionin shpjegues të paraqitur kuvendit.
Në çdo standard normal të administrimit publik, vetëm ky fakt do të mjaftonte për auditim të thelluar, institucional dhe hetim parlamentar. Por aspekti më shqetësues i kësaj çështjeje lidhet me kompaninë që po implementon projektin. Prestige AI është pjesë e grupit G42 me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe këtu hyn dimensionin ndërkombëtar i sigurisë. Në janar të vitit 2024, Komisioni i Kongresit Amerikan për konkurrencën strategjike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Partisë Komuniste Kineze ngriti publikisht shqetësimin serioz mbi G42 dhe kompanitë e lidhura me të, sepse sipas dokumentave të Kongresit Amerikan ekzistojnë indicie të rëndësishme për bashkëpunim të kësaj strukture me entitete kineze të lidhura me aparatin ushtarak dhe teknologjik të survejimit të Republikës Popullore të Kinës. Madje janë ngritur shqetësime specifike mbi rrezikun e transferimit të teknologjisë dhe të dhënave drejt strukturave të inteligjencës kineze. Pra një vend antar i NATO-s, si ne, po instalon një sistem të centralizuar survejimi kombëtar përmes një kompanie mbi të cilën vetë institucionet amerikane të sigurisë kanë ngritur alarme strategjike. A është konsultuar NATO? A është konsultuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kjo qeveri? A ka kryer Shteti shqiptar një analizë të pavarur të rrezikut të sigurisë kombëtare? Deri më sot nuk ekziston asnjë transparencë publike mbi këto çështje. Dhe sikur të mos të mjaftoj kjo, projekti ndërthuret me dosjen më të rëndë të korrupsionit digjital në Shqipëri, që është skandali i Akshit. SPAK ka identifikuar një grup të strukturuar kriminal, siç e kemi njohur të gjithë, që udhëhiqej nga Ergys Agasi, Mirlinda Karçanaj e biznesmen të tjerë si Beqiri, e punonjës të pafund të këtij institucioni të kriminalizuar, të cilët kërkonin të mblidhnin paratë e qytetarëve shqiptarë nëpërmjet aferave korruptive dhe me presione, të ndërthurura këto presione me krimin e organizuar. Në qendër të kësaj dosjeje ndodhet Ergys Agasi. Sot është në urdhër arresti për akuza që përfshin grupi strukturuar kriminal, manipulim tenderash, pastrim parash dhe ndikim të palishëm mbi kontratat publike. Sipas raportimeve investigative, Agasi ka ushtruar rol lobues kyç për marrëveshjen e Smart City. Pra një individ që hetohet për kapjen e tenderave të infrastrukturës digjitale shtetërore rezulton të ketë pasur ndikim dhe mbi projektin më të madh të survejimit në vend. Pra krijohet perceptimi i një rrjeti të konsoliduar interesash ekonomike dhe politike që graviton rreth tenderave të teknologjisë shtetërore dhe kontrollit të infrastrukturës digjitale të Republikës së Shqipërisë. Dhe pikërisht në zemër të këtij rrjeti shfaqet projekti Smart City, pa garë, pa transparencë, pa mbikëqyrje reale, me kontrata sekrete dhe me dyshime serioze për ndikim kriminal dhe klientelist. Të nderuar kolegë, çështja Smart City kalon dimensionin klasik të debatit opozit-mazhorancë. Këtu bëhet fjalë për një pyetje themelore. A do të ndërtohet infrastrukturë digjitale e Shqipërisë me standardet demokratike dhe euroatlantike, apo mbi fshehtësi, centralizim dhe interesa klienteliste? Sepse një sistem kaq i fuqishëm survejimi, nëse ndërtohet pa garanci demokratike dhe mbi institucione të komprometuara nga korrupsioni, nuk është më instrument sigurie, ai kthehet në instrument kontrolli. Dhe pikërisht për këtë arsye, kryeministri duhet të ishte sot këtu dhe të jepte llogari përpara kuvendit. Pra Smart City është një projekt që u dyfishua nga 60 në 118.5 milion dollar pa transparencë, të lidhur me kompani për të cilat Kongresi Amerikan ka ngritur shqetësime serioze për lidhje me strukturat kineze të survejimit dhe mbi të cilin rëndojnë dyshime për ndikim nga persona nënhetim si Ergys Agasi e kompani, dhe fakti që kryeministri nuk erdhi sot t'japi llogari vetëm sa forcon dyshimin publik se kemi të bëjmë me një aferë të madhe korruptive dhe një çështje serioze që dëmton sigurinë kombëtare. Faleminderit. Faleminderit. Hedhim në votim të hapur me karton kërkesën. Kush është pro, kundër, abstenim? Pro, 75 kundër, abstenim nuk ka. Kërkesa nuk miratohet. Vijojmë me rendin e ditës. Para se të vijojmë me rendin e ditës, zoti urdhro? Sekretaria. Zoti Sali Berisha ka kërkuar fjalën në procedurë. Zoti Berisha. Apo me teknologjinë kineze.
keni paraqitur sot në këtë parlament raportin mbi integrimin në Bashkimin Evropian, i cili nga alfa tek omega, nga fjale e parë tek fjale e fundit, është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë transishëm për shqiptarët, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci keni renditur vendime, qeverie, tjere me radhë. Kurse, për sa u përket performancës, të gjitha janë trillime. Të gjitha nxirren nga një figurë, nga Edi Rama dhe Lubia. Çoje ku të duash ti atë? Që të kapë dhe ty për si sklav. Pa jo mbetet krye hajdute e shqiptarëve pas Edi Ramës. Dhe tani, raporti nuk minatohet. Raporti duhet lexohet këtu dhe mbi bazën e raportit të lexuar të Këshillit Ministrave të bëhen diskutimet dhe pastaj të votohet rezoluta. Ju krijoni agjendën si mas qefit tuaj, po nuk është kështu. Si ka mundësi të diskutojmë për një raport që nuk e din qytetarë se çfarë është? Pse ja u fshini qytetarëve raportin ju? Pse ja u fshini qytetarëve raportin? Cili është? Sepse keni mbushur me mashtrime, të dashur qytetarë, e kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit. Skandal! Nuk arrini gjerë këtu. Keni detyrim ndaj qytetarëve të dalë këtu, të lexohet raporti, me qenë se Përfundoni ju lutem. po tani, si të përfundoj unë, kur ju kërkoni të diskutohet për një raport që nuk din qytetarë se çfarë është? A e mendoni ju se çfarë kryeni këtu? A e mendoni? Si mund pranosh ti një gjë të tillë, zoti kryetar? Të flasis për integrimin, një raport të tërë dhe s'ke një fjalë, qytetarët nuk dinë ç'është thënë. Çfarë jeni ju, më thonë? Shpel mafje? Po. Dhe ju që po më shifni atje do të bëj një pyetje unë këtu. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është? Cila është arsyeja? Përfundoni ju lutem. Atëre për të qenë korrekt me rregulloren për informacion dhe transparencë për gjithë deputetët, ndjes, deputetët dhe qytetarët natyrisht, neni 103 fraksion 1 i rregullores pika 3 thot, pas depozitimit të raportit, kryetari i kuvendit ja dërgon menjëherë komisionit përgjegjës për shqyrtim. Komisioni organizon seancë dëgjimore për shqyrtimin e raportit dhe në përfundim harton projekt rezolutin që ja paraqet seancës plenare. Pika 4, kuvendi organizon një seancë me debat dhe në fund të saj miraton rezolutën përkatëse. Pra, raporti lexohet, diskutohet në komisione, këtu paraqitet rezoluta. Do të kemi 5 orë në dispozicion,
për deputetët për të diskutuar, për të mbajtur. Dikush mund të jap opinionin e vet, dikush mund të lexojë pjesë raporti nëse dëshiron. Kjo është në zgjedhjen tuaj. Ka një replik nga Zona Spiropali? Zona Spiropali. Sali je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh, edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Po sot për sot, kontradikta e thellë të qenurit edhe denoncues, edhe garantues, nuk ta jep të drejtën të flasësh dhe i jep qytetarëve të drejtën të mos të besojnë. Zonja Albana Vokshi, fjala për procedurë. Faleminderit, kryetar. Unë nuk mendoj që ka seancë më të rëndësishme se sa kjo e sotmja ku diskutohet raporti për procesin e integrimit. Është ajo busulla që 90% e qytetarëve shqiptar duan që të shkojnë sa më shpejt, sa më parë. Ndërkohë që ju keni bërë një mishmash me rendin e ditës, keni bashkuar një mocion me raportin që unë nuk e di se çfarë lidhje ka, përveç faktit që çdo gjë në Shqipëri kontrollohet nga krimi, kontrollohet nga bandat, nga kartelet e drogës, kjo është e përbashkëta. Por diskutimi për raportin e integrimit duhet bërë më vete, sikurse dhe rezoluta duhet kishte diskutim më vete. Pra pse na i keni bashkuar mocionin me raportin vjetor të integrimit? Unë këto nuk e kuptoj. 5 orët sot duhet ishin vetëm për raportin vjetor. Ajo çështja më e rëndësishme. E para, e dyta, ku është krye negociatorja? Si mundet që neve të diskutojmë për raportin e integrimit, kur ajo që ka raportuar në komision duhet ishte sot tu dhe t'i përgjigjej nëse ka se cilës pyetje të deputetëve apo shqetësime. Dhe e fundit, ku është kryeministri Edi Rama? Kur ai nuk vjen sot, sepse e ka pasur pasaportën europiane, vetëm me atë ka bërë fushat, vetëm me atë ka mashtruar, gjithë fushatën. Ku është kryeministri sot? A ka çështje më të rëndësishme se sa kjo seancë për raportin vjetor, për të parë se si Edi Rama në vend që të progresonte drejt procesit të integrimit na ka çuar shumë vite larg? Ai duhet ishte sot këtu, nuk ka asnjë agjendë më të rëndësishme për kryeministrin, për ministrat, se sa kjo seancë e sotme. Mbylleni këtë seancë, thirrni kryeministrin, bëni pak pushim, thirrni kryeministrin dhe kryenegociatorët dhe të fillojë seanca. Përndryshe, ç'a kuptimi ka kur kryeministri thot flisni keq, flisni në anglisht, le të vit na flasi shqip për dëmin e madh që i ka bërë Shqipërisë, shqiptarëve dhe procesit të integrimit. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Vokshi, minutazhi për madje orët, jo vetëm minutat, po janë 5 orë diskutimi, nuk është vendosur nga unë pa konsultim, është vendosur me konsultim, me grupet parlamentare. Besoj që është i mjaftueshëm, paktën kështu kanë rënë dakord, edhe bashkimi dhe me një raport të Departamentit të Shtetit është diskutuar në një konferencë kryetarësh para në fund të vitit, në tetor të vitit kaluar, dhe është lënë që me fillimin e vitit dhe sapo të paraqitet raporti i progresit i ecurisë së procesit të integrimit nga qeveria, do të bëhet një diskutimi përbashkët. Pra nuk është një gjë e vendosur a priori. Gjithsesi, nëse kryetarët e grupeve dëshirojnë të shprehen, po zoti Bardhi dhe zoti Balla. Faleminderit zoti kryetar, po është e vërtet që diskutimi 5 orë për raportin e integrimit është dakordsuar. Pra nuk u ngrit shqetësimi për këtë çështje. U ngrit shqetësimi që pse bashkohen të dyja çështjet. Dhe e vërteta është që bashkimi i dy çështjeve ka qenë një vendimarrje e njëanshme e mazhorancës në seancë plenare. Pra nuk është një çështje e dakordsuar mes palëve. Por nuk e kërkova fjalën për këtë, e kërkova për
sqaruar faktin që raportimi i Këshillit Ministrave për integrimin është pjesë e llogaridhënies që qeveria jep në kuvend. Dhe ky është një raport i Këshillit të Ministrave. Dhe është kryeministri që sipas kushtetutës së Republikës Shqipërisë përfaqëson Këshillin e Ministrave në raport me institucionet e tjera. Dhe do duhet ishte kryeministri në seancë që të informonte kuvendin mbi procesin e integrimit europian. Aq më shumë që ne kemi një ministër shteti përgjegjës për negociatat me Bashkimin Evropian, që gjithashtu nuk është sot prezent në seancë plenare. Zoti kryetar, nëse llogaridhënia bëhet me korrespondencë, po ju sqaroj që nuk funksionon kështu. Secili përgjigjet sipas përgjegjësive kushtetuese që ka përpara kuvendit Shqipërisë. Dhe nuk mund ndodh që ne të diskutojmë për një proces që bashkarisht, edhe në draft rezolutën që do miratojmë, e kemi quajtur prioritet strategjik mbarkombëtar të Republikës Shqipërisë, dhe ne nuk kemi prezent në seancë kryeministrin e vendit. Zoti kryetar, nuk ndodh në asnjë vend botës që kryeministri të vijë në kuvend që nga nisja e kësaj legislature deri më sot ka ardhur vetëm 2 herë për të votuar. Është kryeministër karton, pra vjen vetëm kur duhet numri përkatës për votat në kuvend. Nuk ndodh në asnjë vend botës. Ka ardhur ku do mbronte Belinda Ballukun në kuvend, ka votuar kundër drejtësisë, erdhi edhe seancën tjetër se i duheshin 84 vota të Aulantit për ligjin e shtetësisë. Pra ka ardhur 2 herë, vetëm ka ngrit kartonin 2 minuta dhe ka ikur. Jo, zoti kryetar, nuk funksionon kështu në asnjë vend demokratik. Kryeministri është i detyruar të vijë dhe të japë llogari në seancë plenare, aq më tepër për një çështje që është prioritet kombëtar, siç është integrimi evropian. Sa kohë ka marrë përsipër të na integrojë, pse fshihet? Të vi këtu dhe thot një qëndrim për procesin e integrimit, se nga media kemi dëgjuar që brenda një muaji ka thënë 7 qëndrime ndryshme. Prandaj zoti kryetar duhet ta përfundoj. Duhet ta thrisni që të vi dhe të jap llogari. Atë edhe krye negociatore. Si mund ndodhi që vjen prezanton raportin komisionet përgjegjëse dhe nuk vjen seancë plenare ministri i shtetit përgjegjëse për këtë çështje. Zoti Balla.